Përshëndetje. Kam ecur në për rrugë ku kam parë gjëra që notojnë mbi sipërfaqe, mbetje të një historie që po përpiqemi ta paketoj me zor. Kjo analizë që shkrova sot nuk është thjesht për Hagën, është për shpirtin e këtij shteti. Këtë muaj Kosova feston, por në festin e zhurmshme fshihet një heshtje e rëndë. Ne po përballemi me provën tonë më të madhe. A jemi të aftë ta ndajmë lavdin e një lufte çlirimtare nga krimet individuale të atyre që e përdorin atë luftë si mburojë? Në këtë shkrim, unë flas për atë që ju dhem të gjithëve, përfshirë dhe mua, për pas luftën e Kosovës ku arma u kthye në monedhë dhe frika u bë mjet sundimi. Flas për faktin se gjykata speciale nuk është një imponim i huaj siç po prezantohet, por pasqyra e dështimit ton për ta pastruar shtëpinë tonë nga rrjetet kriminale të cilët e kishin pushtuar çdo pore të sistemit administrativ në Kosovë. Kur sistemi i drejtësisë në Kosovë u gjynjëzua para komandantëve të luftës për 20 vjet, bota vendosi që ta ndërtojë një sallë gjyqi në Hagë sepse ishte e pamundshme që ajo të bëhej në Prishtinë. Dhe kjo me bekimin e vetë Zotit Hashim Thaçi. Ju ftoj të gjithëve që të votoni pro themelimit të gjykatës speciale. Faleminderit shumë. 8 kanë votuar, 82 për, 5 kundër, 1 abstenim. Konstatoj se Kuvendi miratoi amandamentin numër 24 në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe Isa Mustafës dhe të tjerëve, me përjashtim të partisë së sotshme në pushtet, Lëvizje Vendosje. Tribunali apo gjykata e veçantë nuk bëhet sikur ky kryeministri i Kosovës të mos donte ta aq të bëhet. Dhe para se ta mbyll këtë video prezantim, dua të jap një mesazh për ju që harxhoni kohën duke më thyer. Ju që më quani spion, ju që flisni për gjak serbi apo që prekni familjen time me lloj-lloj fjalësh të ndyra, dëgjoni mirë. Unë nuk jam ai që po gjykohet në Hagë. Unë nuk jam ai që ka frikë nga proceset e drejtësisë. I vetmi mëkat që po e bëj është se po refuzoj të ushqehem me gënjeshtrat kalbuna. Dhe gjithashtu, po e refuzoj që ajo kalpsin t'i shërbehet edhe popullit Kosovës. Unë e di që ta thuash të vërtetën kërkon moral më të lartë se sa të rreshtohesh pas turmave që brohrasin me emna. Ne duhet të shkelim mbi të vërtetën, sa do e thikt dhe e dhimbshme të jetë ajo, sepse vetëm mbi të ndërtohet një këmbë i shëndosh. Shikojeni fqinjin tonë verior Serbin. Ata e kanë zgjedhur të jetojnë në gënjeshtër, e t'i fshehin krimet e tyne. Dhe shikoni se si po të kurren, si po të rreten moralisht. Ne nuk guxojmë të bëhemi pasqyra e tyre. Dhe këtë duket se ju po e kërkoni, me apo pa vedijen tuaj. Dëgjoni, drejtësia nuk e vret UÇK-n. UÇK-n e vrasin ata që e njollosin dhe ata që sot duan ta kthejnë atë në imunitet për krime politike. Pastaj, një kauzë drejt nuk i bën automatikisht të drejta të gjitha aktet brenda saj. Në artikullin tim të plot të botuar sot tek portali Kronikat e Barutit, unë e zbërthej skemën se si merita e luftës u shndrua në pushtet absolut dhe se si e vërteta historike rrezikon të deformohet nëse nuk kemi guximin ta mbrojmë drejtësinë, pavarësisht emrave. Prandaj, mos i mjaftoni me tituj, lexojini analizën e plot, sepse liria pa të vërtet nuk është liri, është thjesht një burg me mure pak më gjëra. Për sot, shnet e mos harroni, abonohuni në kanalet e mia dhe në portalin tim Kronikat e Barutit. Faleminderit shumë.